Mendoni për ato gjëra që mendoni, dhe nëse nuk po mendoni atë që është në përputhje me fjalën e Perëndis, atëherë shkuleni nga mendja të gënjeshtër dhe zëvendësojeni atë me të vërtetën. E vërteta është e vetmja gjë që ju shpëton nga gënjeshtra. E vetmja gjë. Një nga grupet e shkrimeve që Perëndia më zbuloi kur fillova të studioja mbi 40 vite më parë ishte Gjoni 8:31-32. Nëse do të qëndroni, thoni të gjithë qëndroni. Në fjalën time. Jeni me të vërtet dishepujt e mi dhe do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Amen. Tani, të qëndrosh në fjalë nuk do të thotë ta lexosh atë një herë të mendosh se e ke kuptuar. Të qëndrosh në fjalë do të thotë që jo vetëm ta lexosh e ta mësosh atë, por të vazhdosh e ta bësh atë gjë e ta zbatosh në jetën tënde. Vetëm leximi i fjalës nuk do t'ju bëjë të lirë. Është zbatimi i saj që ju bën të lirë. Është më e lehtë që ju të më dëgjoni mua kur flas për faljen e armiqve, se sa do të jetë për ju herën tjetër që do të shihni atë person. E do t'ju bëhet një nyje në stomak. Dhe pastaj ju kujtoni se atëherë do të bëheni të lirë. Kur ju të bëni atë që Perëndia dëshiron që ju të bëni, dhe mishi juaj po u lëret që të mos e bëj. Forca. Gjoni 1:14 dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtet. Tani, ne flasim shumë për hirin dhe të gjithë e duan hirin sepse na thotë se Perëndia po bën diçka për ne që ne nuk e meritojmë, por ai nuk erdhi vetëm plot me hir, por plot me hir dhe të vërtet. Kështu, kur ju të jeni të gatshëm të esni në të vërtetën, atëherë nuk do t'ju mbarojë hiri. Perëndia na jep neve hirin për t'ju bindur të vërtetës që lexojmë në fjalë. Ai nuk na jep neve hirin që të na mbulojë edhe kur ne po bëjmë të gabuarën. Do t'ju tregoj se sa keq ka shkuar puna. Dhe kam treguar këtë histori edhe herë tjetër, ndoshta 2 herë. Dikush na shkroi në adresë të zyrës son. Një person shumë i sinqert. Më duhet ndihma juaj. Unë kam disa miq që po bëjnë disa gjëra të paligjshme dhe jeta e tyre është shumë e bekuar. Dhe ata thonë se hiri i Perëndis po i mbulon ata. Dhe edhe pse ajo që ata po bëjnë është e gabuar, është e qartë se Perëndia po i bekon ata. Dhe ajo tha, a mund të më thoni se çfarë mendoni për këtë? Ajo ishte e ëmbël dhe meritonte një përgjigje të sinqertë, por mendimi im i parë ishte, nuk ishte lidhje me të, por mendova, kjo është një nga marrëzit më të mëdha që kam dëgjuar. Unë po bëj diçka të paligjshme, por për shkak se jeta ime duket, sa nga ju e din se ju mund të bëni gjën e gabuar dhe djalli mund ta bëjë atë të duket sikur po funksionon dhe se ju do t'ja hidhni lehtë. Por koha do të vi. Koha do të vi. Askush nuk bën atë që është e gabuar për gjithmonë dhe të jetojë në bekimet e Perëndis. Perëndia është i mëshirshëm
Dhe madje dhe pali tha se nga që ati mungon të njohuria Perëndia i dahir edhe pse ai po persekutonte të krishterët. Ai mendonte se po bënte atë që Perëndia donte të bënte. Kështu po, kur ne jemi të paditur, Perëndia na jep shumë hir. Por a e dini se sa herë që ju hidhni hapi në derën e një kishe, apo shihni një program në televizion, apo dëgjoni një CD, apo lexoni një libër, ju bëheni më të përgjegjshëm për atë të vërtetë që keni dëgjuar. Në rregull, tani 2 Korintasve 10, 4 dhe 5 do ta vendosim në ekran se dua ta shihni, është një shkrim shumë i rëndësishëm. Sepse armët e luftës son, kështu thoni të gjithë, unë kam armë. Nuk janë armë prej mishi, tani për kthime të tjera thon ato nuk janë prej mishit dhe gjaku. Kështu, ato nuk janë armë të natyrshme, ato janë armë të mbi natyrshme. Ato janë armë që ju nuk mund t'i shihni me sytë tuaj, sepse jeni duke luftuar me një armik që nuk mund t'a shihni me sytë tuaj. Dhe i shërbeni një Perëndie që nuk mund t'a shihni me sytë tuaj. Pra ato janë frymërore, funksionojnë në rafshin frymëror dhe ju shihni rezultatet e mira në jetën tuaj. Ne duhet të mësojmë se ka një rafsh frymëror që është shumë real. Pikërisht tani kjo sallë është plot me engjëj. Jezusi është duke ecur këtu. Armët e luftës son nuk janë prej mishi, por të fuqishme në Perëndin për të shkatëruar fortesat. Tani çfarë është një fortesë? Një fortesë është një gënjeshtër që ne besojmë. Kështu kur ju e keni këtë fortesë në mendjen tuaj, është si një zonë ku armiku ka hyrë dhe ka gërmuar aq thellë sa që e ka futur veten aty. Dhe ajo gënjeshtër është bërë realiteti juaj. Që të hedhim poshtë mendimet dhe çdo lartësi që ngrihet kundër njohjes së Perëndis dhe t'ja nënshtrojmë. Jo, kjo nuk është diçka që Perëndia e bën për ne dhe t'ja nënshtrojmë çdo mendim dëgjesës së Krishtit. Kështu, po sikur të fillojmë t'i kushtojmë pak më shumë vëmendje asaj që mendojmë. Kur jeni në një humor të keq, mendoni për atë që mendoni. Kur ndjeni keqardhje për veten, mendoni për atë që mendoni. Kur filloni të ndjeni në depresion. Ndonjëherë është një çështje kimikatesh në tru, por ndonjëherë janë mendime të gabuara. Forca, jeni mirë të gjithë? Kur do t'ju duhet të keni pranë një person të cilin nuk e pëlqeni shumë, bëni kujdes për atë që mendoni për të gjatë ditëve në vazhdim pas asaj ngjarjeje. Sepse nëse kaloni një javë duke menduar gjëra negative, nuk ka shpresë që ju të përballeni me të e të keni qëndrim të mirë. Dhe miqësor, edhe nëse keni thënë gjërat e duhura, gjua e trupit mund të ketë thënë gjën e gabuar. Mendoni për ato gjëra që mendoni, dhe nëse nuk po mendoni atë që është në përputhje me fjalën e Perëndis, atëherë shkuleni nga mendja të gënjeshtër dhe zëvendësojeni atë me të vërtetën. Mund ta bëni veten të lumtur me mendime. Vërtet. Sa e sa njerëz janë në një marrëdhënie me dikë, me bashkëshortin nëse janë të martuara, apo një mikesh, apo me nënën, me baban, kushdo qoftë, dhe mendojnë gjatë gjithë kohës vetëm për gjërat e gabuara të atij personi, dhe atë që ai bën që i acaron, dhe mendojnë vetëm për të metat e tij deri në pikën ku nuk shohin asnjë të mirë. Dhe e dini çfarë, unë mund t'ju garantoj se ai person ka më shumë gjëra të mira se sa të gabuara, por duke qenë se ata nuk mendojnë më se çfarë ka të mirë, i harrojnë plotësisht dhe çdo gjë është thjesht e gabuar.
Nënshtrojani çdo mendim tuaj ndëgjesës së Jezus Krishtit. Romakëve 12:2. Dhe mos u konformoni me këtë botë. Kjo do të thotë të mos lejoni që bota të vizatojë një kuti e t'ju ngjesh aty. Dhe të thotë këtë duhet të bësh nëse do t'jesh i pranueshëm. Por transformohuni, kjo do të thotë të ndryshoni nga brenda jashtë, gjë që vetëm Perëndia e bën. Krishtërimi nuk është një program për modifikimin e sjelljes. Krishtërimi është të biesh në dashuri me Jezusin dhe të përqendrohesh tek Ai derisa të bëhesh i ngjashëm me të. Dhe Ai ju ndryshon, shihni si mund të transformoheni. Por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj. Për shumë vite unë mendoja se njerëzve nuk u pëlqeja. Por tani unë e di se Perëndia më do. Dhe mendoj më shumë për këtë se sa kujt i pëlqej, kështu nëse është dikush që nuk i pëlqej, nuk jam duke menduar për këtë. Jezus, në rregull. Fjalët e urta 4:23, ruaj zemrën tënde me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Zemra dhe mendja mund të shkëmbehen këtu. Fjalët e urta 23:7 është shumë interesant. Unë përdora përkthimin e amplifikuar të Biblës për shumë vite dhe më pëlqen shumë ajo Bibël, por tani përdor variantin që përdorin njerëzit më shumë sot. Dhe në Biblën e amplifikuar thuhet, ashtu si një njeri mendon në zemër të tij, ashtu është ai. Tani këto përkthimet e tjera thon diçka që duket sikur është ndryshe, por është vërtet e bukur po ta mendoni. Si për shembull, në një nga përkthimet thuhet kështu, ashtu si mendon në zemër të tij, ashtu është ai. Ha dhe pi do të thotë, por zemra e tij nuk është me ty. Një përkthim tjetër thot kështu, sepse ai është një njeri që gjithmonë mendon se sa do të kushtoj. Ha dhe pi do të thot, por zemra e tij nuk është me ty. Pastaj ka një shënim që thot, sepse ashtu si ai mendon brenda vetes së tij, ashtu është ai. Le të marrim thjesht këtë histori të mendojmë. Në rregull, unë ftoj dikë për të dalë diku. Dhe unë i them atij, thjesht dua të kënaqesh, mund të marrësh të duash. Unë do të paguaj për këtë, por brenda mendoj. Shpresoj të mos marr biftekun japonez, sepse kjo pjatë kushton $29. Kështu, ajo që po thuhet këtu është, ajo që unë thash, thjesht dua të kënaqesh e të marrësh të duash, nuk është vërtet. Nuk është e vërteta. E vërteta është ajo që mendoj në zemër. Forca. Dhe pikërisht këtu ne duhet të fillojmë të merremi me veten tonë, sepse sa herë ne mund të themi lavdi Zotit. Apo ku dikush na tregon për një bekim që ka marrë, jam shumë e lumtur për ty. Dhe brenda nesh po mendojnë, po nuk e di pse e ke marrë ti, unë jam një krishter më i mirë se ty, duhet ta kisha marrë unë dhe jo ti. Kështu, kjo nuk është vetja jone e vërtet. Forca, po më ndiqni, kjo nuk është vetja ime e vërtet, nuk është kjo xhaket blu dhe bijuteritë e mia ari të kombinuara. E dini, kjo nuk jam unë të vërtet. E vërteta është ajo që ndodh në zemrën time. Madje nuk ka rëndësi fare që unë jam këtu, por përse jam këtu, është e rëndësishme për Zotin. A jam këtu sepse tani unë jam bërë aq e njohur sa të kem
një sallë plot me njerëz dhe tani ndihem mirë me veten time sepse ju të gjithë më shihni dhe është e mahnitshme, apo e tërhoqa trupin tim 76 vjeçar deri këtu, që kështu të mund t'ju ndihmoj ju dhe të mund t'ju shërbej ju, nga që e dua Perëndin dhe dua të përfundoj thirrjen e tij në jetën time. Nuk është ajo që bëjmë, por përse e bëjmë ajo që i intereson Perëndis. Dhe unë mund t'ju them se nuk erdhëm këtu për të dhënë një shfaqje për ju. Unë jam këtu sepse unë e di që mund të bëj Perëndia për ju. Nëse ju do t'jeni serioze t'i bëni gjërat në rrugët e tij, ju do të keni një jetë që është aq e mahnitshme sa që as vetë nuk do ta besoni dot. Amen. Disa gënjeshtra që unë besoja. Unë besoja se nga që i matë më abuzoi, do të kisha një jetë të dorës së dytë. Më kujtohet që mendoja kështu, jeta ime nuk do t'jetë kur e mirë, po them sa për ta shtyrë. Por pastaj nga ana tjetër, unë kisha këtë përshtypje që më vinte në mendje, dhe gjithmonë ndodhte natën kur isha e shtrirë në shtrat. Dhe ky mendim thjesht më shkonte ndërmend, një ditë do të bëj diçka të madhe. Në rregull, kështu. Kush mendoni ju se më fliste kur mendoja se do të kisha jetë dorës së dytë? Dhe kush mendoni se më fliste kur mendoja se një ditë do të bëja diçka të madhe? Ne duhet të mësojmë se këtë dëgjojmë. Forca. Unë u rilinda kur isha 9 vjeç, nuk e di pse, por gjithmonë isha e vetëdijshme dhe e doja Perëndin dhe po them isha rritur në një atmosferë jo të perëndishme, por vjedhurazi unë shkova në kishë me disa të afërm që ishin për vizitë dhe si fëmijë që isha shkova tek altari dhe pyeta predikuesin, a mund të më shpëtosh? Kthej kokën pas dhe shoh se abuzimin nuk u largua. Ai ende vazhdonte çdo javë. Por unë e ka përceva sepse Perëndia ishte me mua. Dhe unë nuk e di përse ai e bëri në atë mënyrë, nuk e di përse mamaja ime e duroi këtë, nuk e di përse, e dini, ne nuk mund të zbulojmë përset dhe duhet të mos përpiqemi më ta bëjmë. Thjesht duhet të kujtojmë se Perëndia është shpenguesi ynë dhe ai është restauruesi. Dhe atë që Satani e përdori të më dëmtonte, Perëndia e ktheu për mirë. Kështu ndërsa djalli më përshpëriste, tani ti e thjesht një mall i përdorur, gjithmonë do të kesh jetë dorës së dytë. Perëndia do ta largonte shumë herë këtë ndjesi, e do të përshpëriste. Një ditë ti do të bësh diçka të madhe. Amen. Forca, unë dua t'ju them juve sot se një ditë ju do të bëni diçka të madhe. Dhe Perëndia ka plane të mëdha për ju. Por ju duhet të mësoni të bëni luftën e mirë të besimit e të mos e lejoni djallin të kontrollojë mendimet tuaja. Një gënjeshtër tjetër që unë besoja, ajo që më ndodhi mua ishte faji im. Diçka nuk shkon mirë me mua që babai im dëshiron të ma bëj këtë gjë. Por pastaj unë mësova nga Zoti se djalli është gënjeshtar. Dhe nuk ka asnjë fëmijë 6 apo 7 vjeçar që mund të bëjë diçka e cila mund ta shtyjë një të rritur të abuzojë. Dhe mësova se ai që nuk njihte mëkat u bë mëkat, që unë të mund të bëhesha drejtësia e Perëndis në Krishtin. Perëndia nuk na sjell në një marrëdhënie me të që të na tregojë gjithçka që nuk shkon me ne. Ai fillon duke thënë, ti je i drejtë me mua.
O po, ne kemi gjëra që nuk shkojnë me ne, por Perëndia dinte gjithçka përpara se ta dinim ne. Dhe na do gjithsesi. Një gënjeshtër tjetër që besoja ishte se pavarësisht se sa shumë përpiqesha të isha një krishtere mirë, unë gjithmonë ndihesha sikur Perëndia nuk ishte i kënaqur me mua. Unë jetova me vite me këtë ndjenjë të ulët se Perëndia ishte i zemëruar me mua. Nuk ishte madje një gjë aq e madhe, e dini, në sytë tuaj, ishte thjesht një lloj sikur djalli gjithmonë më kujtonte se çfarë gabimesh bëja. Ti nuk e bëre këtë, nuk e bëre atë. Ti lexove Biblën, por nuk kuptove asgjë, ti u lute, por nuk u lute mirë. Ti këtë, ti atë, ti diçka tjetër. E dini çfarë? Unë jam e lirë nga këto plera. Unë nuk jam duke i dëgjuar më këto akuza. Dhe djalli nuk do të largohet kur plotësisht, por sa më shpejt që ju të ndarni së dëgjuari gënjeshtrat e tij e të mos i besoni ato, aq më pak problem do t'i keni. Amen. Kuptoni se gjithsecili prej jush në këtë sallë sot, gjithsecili ka më shumë gjëra të drejta në ju se sa të gabuara. Mendoni për këtë. Po sikur të zgjoheni në mëngjes e të thoni, Zot, kam disa gjëra me të cilat ti mund të punosh. Por rrëfimi im është se unë kam më shumë gjëra të mira se sa të gabuara. Mirë, armiku do të shkoj të gjej dikë tjetër që ta bezdis atë ditë. Dhe pastaj ja dhe një tjetër, një dy gënjeshtra që unë i besoja. Unë besoja se të gjitha problemet e mia, sidomos sjellja ime e keqe, ishte faji dikujt tjetër. Faleminderit që je dakord për këtë. Dhe se çdo gjë që bëja gabim ishte nga që unë isha abuzuar. Fajësimi dhe justifikimet nuk ndihmojnë të përballeni me të vërtetën e të bëheni të lirë. Çështja ishte se unë isha abuzuar. Unë isha vërtet shumë rrëmuj, por po filloja të mësoja të vërtetën. Kisha një marrëdhënie me Perëndin, ai po më tregonte disa gjëra. Dhe shumë nga mënyra se si isha ishte për shkak të abuzimit, por Perëndia tha mjaft e përdore si justifikim që të qëndrosh ashtu. Forca. Në rregull, po, kjo dhe ajo ju ka ndodhur. Por Perëndia thot, harojeni atë që lat pas. Ja, unë po bëj një gjë të re. A nuk do të bini dakord me mua? Forca, ju duhet të mësoni se kush është djalli. Dhe se ai ju urren. Ai është gënjeshtar. Dhe kushtojuni vëmendje mendimeve tuaja. Kur diçka ju vjen në atë trurin tuaj që nuk është në përputhje me fjalën e Perëndis. Pikërisht atëherë duhet të hapni gojën e të thoni jo. Jo. Unë e di se ti je gënjeshtar Satan. Dhe pastaj kur të filloni të dini fjalën, atëherë ju mund t'i ktheni fjalën atij siç bëri Jezusi. Fryma e shenjtë drejtoi Jezusin në shkret të tjerë që të tundohej nga djalli. Ai nuk e drejtoi në ndonjë hotel luksoz. Forca, është koha të përballeni me armikun dhe t'i bëni të ditur atij se ju e dini kush jeni dhe ju e dini kush është ai dhe se betejë nuk është e juaja, sepse Perëndia po lufton për krah jush dhe bashkë me ju. Forca, lavdëroni fort Perëndin.